Ja kam thënë atë gjë. Ja kam thënë lajër të shumë. Pse vazhdoni? O zotërisht, ja kam thënë marrëdhënien e vet me Rozanën kur unë dal dhe këndoj këtu dhe ai këndona. Gjesti ka folur mbi rrugëtimin e tij në Big Brother VIP Albania dhe atë në Big Brother VIP Kosova. Teksa po diskutonin për eksperiencat e tij në reality show, Rozana e provokoi duke e pyetur se pse nuk e fitoi Big Brother VIP Kosova. Përgjigjja e tij ishte e papritur, ka qenë me hile. Duke vënë re tensionin e krijuar nga deklarata e tij, ai shtoi më tej për të zbutur situatën. Ju mendoni se ka qenë hile? Kur të dalim jashtë të tregoj, mos më detyro të flas. Kujtojmë se gjesti e nisi rrugëtimin e tij në tetor të vitit të kaluar si konkurrent në Big Brother VIP Kosova, e ndërsa tani në muajin mars ndodhet në Big Brother VIP Albania.